derisa jemi në vëmendje të plotë, sikur unë e ti tani në komunikim, se komunikimi nuk është folurit, është një pjesë, që keni cekur disa herë. është prekja, është pusqeshja, është komunikimi non-verbal që është dikon përmi 70%. Pra, nëse ne në vëmendje të plotë komunikojmë, nuk do të ketë as vrasje, nuk do të ketë as dhunë, nuk do të ketë as abuzim, nuk do të ketë pakëtësi edhe padrejtësi. Nëse jemi në mendje të plotë, duhet të kemi vetëm një parasysh, një pikë të rëndësishme që është e pashmangshme për shoqërinë tonë, që vajza, gruaja, nana është elementi më i çmuar në planetin e njerëzimit, se çdo gjë jeta fillon me nënën, edhe mbaron me nënën. Ne kemi sadopak, nëse jemi në mendje, një përgjegjësi etiko-morale, të dhom hapësirën se vajza është gjithmonë më e fortë se mashkulli. Kjo jo që e thëmune. Po, në aspektin emocional po flasim, apo jo? Çdo aspekt, femra është më e fortë se mashkulli. Po. Kjo është ligji natyrës, nuk e kom zbulu unë. Fiks. Po është diçka që ekziston. Ne kemi mundësinë të dhom hapësirë femrës për zhvillim, sepse ashtu është edhe për natyre, edhe më e bukur, po edhe më e fortë.